Sot do të eksplorojmë një nga fenomenet kulturore dhe fetare më të jashtëzakonshme të historisë evropiane, pelegrinazhet mesjetare, udhëtime besimi që transformuan jetët e miliona njerëzve midis shekujve 11 dhe 13. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Imagjinoni veten në një rrugë të pluhurosur të Evropës mesjetare. Dielli i mëngjesit ndriçon shtegun shkëmbor ndërsa figura të vetmuara dhe grupe të vogla përparojnë ngadalë drejt horizontit. Këta udhëtar veshin tunika të thjeshta me ngjyrë kafe, mbajnë shkopin druri dhe mbajnë çanta të vogla lëkure të njohura si Script Trust Pellegrini. Në kapelet e tyre me rreze të gjerë, stema prej kallaji shkëlqejnë në dritë, secila duke treguar një histori vendesh të shenjta të vizituara dhe premtimesh të mbajtura. Ata janë pelegrin dhe udhëtimi i tyre është shumë më tepër se një udhëtim i thjeshtë. Është një kërkim për shpëtimin e shpirtit, një kërkim për mrekulli, një arratisje nga e përditshmja dhe për disa, aventura më e madhe e jetës së tyre. Fenomeni i pelegrinazheve të krishterë nuk lindi papritur. Që nga shekujt e parë të krishtërimit, besimtarët e devotshëm ndërmerrnin udhëtime në vende të konsideruara të shenjta. Megjithatë, ishte midis viteve 1000 dhe 1300 që kjo lëvizje arriti për masa të paprecedenta. Në këtë periudhë, turma të panumërta kaluan male, lumenj dhe kufi për të vizituar më shumë se 10.000 vende pelegrinazhi të përhapura në të gjithë Evropën dhe përtej saj. Nga kishëzat rurale më modeste deri te katedralet më madhështore, çdo destinacion u ofronte pelegrinëve premtimin e afërsisë me hyjnoren, të shërimit për sëmundjet e trupit dhe shpirtit dhe të shlyerjes për mëkatet e një jete të tërë. Vetë fjala pelegrin mbart në vete kuptimin e këtij udhëtimi. E rrjedhur nga latinishtja peregrinus, ajo emërton atë që udhëton nga një vend i largët ose i huaj. Për të qenë pelegrin, pra, ishte e nevojshme të lihej pas gjithçka që ishte e njohur, shtëpia, familja, miqt, puna, siguria e së njohurës. Duhej pasur jo vetëm motivimi për të ndërmarrë një sakrifisë të tillë, por edhe mjetet për të arritur destinacionin e dëshiruar. Kombinimi i këtyre faktorëve krijoi, në fillim të mijëvjeçarit të dytë, atë që mund ta quajmë një stuj të përsosur, të aftë për të nxitur një shpërthim në numrin e pelegrinëve që do të transformonte përgjithmonë peizazhin kulturor dhe fetar të Evropës. Elemente të ndryshme u bashkuan për të krijuar këtë moment unik në histori. Së pari, numri i vendeve të pelegrinazhit po rritej me shpejtësi. Përveç destinacioneve të mëdha si Jeruzalemi dhe Roma, të njohura që nga fillimet e krishtërimit, shenjtërore të shumta më të vogla po shfaqeshin kudo. Çdo relikt i ri shenjtori, çdo mrekulli e raportuar, çdo vizion mistik linte një pikë të re ndalese për besimtarët në kërkim të hirit hyjnor. Shumëfishimi i shenjtorëve të njohur nga kisha dhe shpërndarja e relikteve të tyre nëpër kisha dhe manastire krijuan një rrjet të vërtet vendesh të shenjta që mbulonte të gjithë kontinentin. Në të njëjtën kohë, ekonomitë evropiane po përjetonin një periudhë rritjeje të ndjeshme. Ky zhvillim ekonomik financon dhe financohej nga përmirësimet në rrjetet e transportit në të gjithë kontinentin. Rrugët po riparoheshin, urat po ndërtoheshin, bujtinat po ngriheshin përgjatë rrugëve kryesore. Udhëtimi, që më parë ishte privilegj pothuajse ekskluziv i të pasurve, po bëhej gradualisht më i aksesueshëm për njerëzit me kushte më modeste. Distancat dukeshin se po zvogëloheshin ndërsa infrastruktura po zgjerohej. Kishte edhe një faktor të tretë, të një natyre më të paprekshme, por po aq të fuqishëm. Afrimi i përvjetorit të 1000 të lindjes së Krishtit kishte zgjuar. Spekulime për një ardhje të dytë të mundshme. Fundi i kohërave duke i afërt për shumë njerëz dhe kjo pritje eskatologjike vepronte si një katalizator i fuqishëm për devotshmërinë popullore. Kur viti 1000 kaloi pa u përmbysur bota, shumë rikalculuan pritshmëritë e tyre për vitin 1033, 1000 vjet pas kryqëzimit. Kjo atmosferë e pritjes fetare e kombinuar me faktorët e tjerë prodhoi një efekt të paprecedent. Kronisti Rodolf Glaberi, duke shkruar rreth vitit 1030, regjistroi këtë fenomen të jashtëzakonshëm me habi të dukshme. Ndonse kishte pelegrin para kohës së tij, ai kur nuk kishte dëshmuar asgjë të ngjashme me atë që po vëzhgonte tani. Para shekullit të 11, pelegrinët ishin një pamje relativisht e pazakontë në rrugë. Udhëtimet të tilla ndërmerreshin kryesisht nga njerëz të pasur, të shoqëruar nga shoqërues personal që garantonin sigurinë dhe komoditetin e tyre. Tani, papritmas, një turmë e panumërt njerëzish nga e gjithë bota, më e madhe se sa kushdo mund të priste të shihte, filloi të udhëtonte drejt varrit të shpëtimtarit në Jeruzalem.
Dhe nuk ishin vetëm baron dhe peshkop mes tyre, por edhe njerëz të thjesht, fshatar dhe artizan, burra dhe gra të gjitha shtresave shoqërore. Kohët po ndryshonin vërtet. Shpërthimi në numrin e pelegrinëve bëhet edhe më mbreslënës kur marrim parasysh sakrificat që përfshinte ndërmarrja e një udhëtimi të tillë. Pelegrinazhi do të thoshte të braktisje shtëpinë, miqt dhe familjen tënde. Do të thoshte të udhëtoje, potencialisht në distanca të mëdha, për të vizituar një vend ku ndoshta nuk kishe qenë kurrë më parë. Për anëtarët më të varfër të shoqërisë mesjetare, ishte një angazhim i madh që mund të nënkuptonte muaj apo edhe vite larg shtëpisë, pa asnjë garanci kthimi. Megjithatë, mijëra njerëz zgjidhnin ta bënin këtë sakrificë. Pyetja që natyrshëm lind është, pse? Motivimet për të ndërmarrë një pelegrinazh në Evropën mesjetare ishin po aq të ndryshme sa edhe vetë pelegrinët. Disa njerëz frymëzoheshin sinqerisht nga devotshmëria fetare në formën e saj më të pastër. Të krishterët mesjetar besonin se do të përballeshin me një periudhë mundimesh në purgator para se të hynin në qiell kur të vdisnin. Megjithatë, ata gjithashtu e dinin se mund ta reduktonin kohën në purgator nëse kisha u jepte indulgjenca, falje mëkatesh. Dhe një nga mënyrat për të marrë këto indulgjenca ishte të shkoje në pelegrinazh. Çdo shenjtërore e vizituar, çdo relikt i veneruar, çdo lutje e thënë në tokë të shenjtë kontribuonte në ekonominë e shpëtimit që qeveriste jetën shpirtërore mesjetare. Në një epokë ku sëmundja ishte e zakonshme dhe shkenca mjekësore rudimentare, kthimi nga Zoti në kërkim të shërimit dukej krejtësisht i natyrshëm. Shumë njerëz udhëtonin në vende pelegrinazhi për të lutur për familjarët e sëmurë ose për të kërkuar një shërim mrekullibërës për sëmundjet e tyre. Shenjtëroret më të famshme grumbullonin regjistrime të qindra, ndonjëherë mijëra mrekullive, secila e dokumentuar nga murgjit roje si provë e fuqisë së shenjtorit që venerohej aty. Për ata që ishin të dëshpëruar për shërim, pelegrinazhi përfaqësonte shpesh shpresën e fundit. Pelegrinë të tjerë i kishin bërë premtime Zotit duke u zotuar të ndërmerrnin një pelegrinazh nëse i mbijetonin një sëmundjeje, kornin fitore në një luftë ose çliroheshin në ndonjë mënyrë nga një armi. Këto premtime merreshin jashtëzakonisht seriozisht në shoqërinë mesjetare. Shkelja e tyre do të thoshte të tërhiqje zemërimin hyjnor, një rrezik që pak kush ishte i gatshëm ta merrte. Kështu, shumë pelegrinë gjendeshin në rrugë, jo domosdoshmërisht me dëshirën e tyre, por për përmbushjen e premtimeve të bëra në momente dëshpërimi. Kishte edhe nga ata që niseshin në një pelegrinazh për të shlyer mëkatet e kaluara dhe për të shpëtuar shpirtin e tyre të pavdekshëm. Kisha shpesh përshkruante pelegrinazhet si formë pendese për mëkate të rënda. Kriminalët e dënuar për krime veçanërisht të tmerrshme mund të merrnin dënimin për të bërë pelegrinazh në një shenjtërore të largët si alternativë ndaj ndëshkimeve më të ashpra. Vetë mbreti Henriku II i Anglisë kreu pendes publike në varrin e Thomas Beckettit pasi u konsiderua moralisht përgjegjës për vrasjen e kryepeshkopit. Dhe disa pelegrinë, duhet ta pranojmë, thjesht shkonin sepse udhëtimi ofronte mundësinë për të udhëtuar dhe njohur botën. Në një kohë kur shumica e njerëzve nuk e linin kur fshatin ku kishin lindur, pelegrinazhi përfaqësonte një shans legjitim dhe shoqërisht të pranuar për aventurë. Ishte e mundur të njihej toka të huaja, të takoje njerëz të kulturave të ndryshme, të shihej mrekullitë arkitekturore të qyteteve dhe katedraleve të mëdha. Për shumë njerëz, veçanërisht të rinj, thirrja shpirtërore e pelegrinazhit përzihej në mënyrë të pandashme me thirrjen e zbulimit. Natyrisht, pelegrinazhi sillte edhe rreziqe. Udhëtarët mund të grabiteshin apo edhe të vriteshin në rrugë. Banditët fshiheshin në pyje dhe qafa malesh, të gatshëm për të sulmuar të pakujdesshmit. Përveç rreziqeve fizike, ekzistonte gjithmonë rreziku i devijimit nga tundimet e kësaj bote. Një fjalë e urtë spanjolle mesjetare paralajmëronte: niset si pelegrin, kthehet si prostitut. Udhëtimi i gjatë larg shtëpisë, ekspozimi ndaj zakoneve të huaja, tundimet e qyteteve më të mëdha, e gjithë kjo mund ta çonte pelegrinët të largohej nga rruga e drejtësisë që duhej të ishte qëllimi i udhëtimit të tij. Por si saktësisht njerëzit e thjesht, pa burimet e një baroni të pasur të mbrojtur nga një shoqërim i armatosur mirë, mund të linin mjetet e tyre të jetesës pas dhe të kalonin disa javë ose muaj duke udhëtuar. Një pjesë e madhe e përgjigjes qëndron në faktin se autoritetet fetare dhe laike ishin shumë mbështetëse ndaj pelegrinëve. Pelegrinazhi ishte, në fund të fundit, një sipërmarrje e devotshme, të cilën ishte detyrë e të gjithë të krishterëve të mirë ta lehtësonin. Ligje të veçanta u miratuan për të mbrojtur pronën e pelegrinëve ndërsa ata ishin larg në udhëtimet e tyre.
Askush nuk mund të përvetësonte tokat ose pasuritë e një pelegrinet gjatë udhëtimit të tij pa u përballur me ndëshkime të rënda. Si pelegrin, ishte më e mundshme të merrje lëmosh nga ata që takoje rrugës. Shoqatat lokale, manastiret dhe urdhrat fetar u ofronin pelegrinëve akomodim dhe ushqim. Hospicet, bujtinat bamirëse dhe albergot u themeluan përgjatë rrugëve kryesore posaçërisht për të shërbyer nevojave të udhëtarëve të shenjtë. Mulgjit që administronin këto institucione e shihnin pritjen e pelegrinëve si një akt devotshmërie në vetvete, një formë për t'i shërbyer Krishtit duke u shërbyer atyre që e kërkonin atë. Nëse pelegrinët zotëronte një zanat, ai mund të kishte mundësinë ta ushtronte atë gjatë rrugës dhe të fitonte disa monedha. Fakti që po udhëtonte do të thoshte gjithashtu se mund të fitonte para duke mbajtur mesazhe përgjatë rrugës së tij, duke shërbyer si një lloj korrieri informal në një kohë pa shërbime postare të rregullta. Disa pelegrin merrnin me vete disa mallra për t'i shitur rrugës, duke kombinuar kështu udhëtimin shpirtëror me një aktivitet tregtar modest. Por, kur të gjitha thuhen e bëhen, jeta mund të ishte shumë e vështirë për një pelegrin të varfër. Shumë mbërrinin në destinacionet e tyre të uritur, të sëmur, me këmbë të gjakosura dhe rroba të reckosura. Me kalimin e kohës, pelegrinët filluan të adoptonin një formë të veçantë veshjeje me të cilën filluan të identifikoheshin. Tipikisht, ata vishnin një tunik të thjeshtë me ngjyrë kafe, ndonjëherë të arnuar me shenjën e kryqit. Shpesh mbanin kapele me rreze të gjerë në të cilat fiksonin stema prej kallaji. Këto stema prodhoheshin dhe shiteshin në shenjtëroret dhe vendet e shenjta që ata vizitonin, duke shërbyer si kujtime të pelegrinazhit dhe provë se kishin mbërritur vërtet në destinacionin e tyre. Pelegrinët zakonisht udhëtonin me një shkop ecjeje, një skrip të thjeshtë ose çantë dhe një kungull për ujë. Individet të tillë duhet të tërhiqnin shumë vëmendje në rrugë. Kjo veshje tradicionale e pelegrinët mbeti popullore gjatë gjithë mesjetës së lartë. Megjithatë, më vonë, në mesjetën e vonë, zakone të tilla filluan të shiheshin si anakronike nga shumë njerëz. Në kohën e Geoffrey Chaucerit, në fund të shekullit të 14, shumica e pelegrinëve dukeshin rehat duke udhëtuar me rrobat e tyre të përditshme, pa nevojën për t'u dalluar vizualisht nga udhëtarët e tjerë. Rrëfimet e Canterburyt të Chaucerit paraqesin një grup të larmishëm pelegrinësh, secili i veshur sipas pozitës së tij shoqërore, nga kalorësitë e mullisë, nga prioreshat e gruaja nga Bathi. Destinacioni suprem për një pelegrinazh ishte, pa dyshim, toka e shenjtë dhe vendet e ndryshme të shenjta që gjendeshin aty. Ndoshta vendi më i shenjtë i të gjithë krishtërimit ishte Vari i Shenjtë në Jeruzalem. Atje ishte e mundur të vizitohej Bazilika e Varrit të Shenjtë dhe të shihej vetë vendi i Varrit të Krishtit. Guri në hyrje të varrit ishte larguar gjatë ringjalljes. Atje pelegrinët mund të prekte shkëmbin e shenjtë, të sodiste varrin e shenjtë dhe të përjetonte vetë vendin ku Krishti ishte ringjallur nga të vdekurit. Emocioni i të qenit në vendin më të shenjtë të besimit të krishter ishte shpesh dërmues. Pelegrinët gjithashtu mund të vizitonin kodrën e Golgotës, vendin e kryqëzimit, ku mulgjit e pranishëm tregonin një gur të njollosur me gjakun e Krishtit. Relikte të tjera të shenjta që mund të shiheshin në këtë vend të jashtëzakonshëm përfshinin kokën e Adamit, gurin ku Jozefi i Arimateas kishte larë trupin e Krishtit pas kryqëzimit, kopshtin ku Krishti i ringjallur i ishte shfaqur Maria Magdalenës, vendin ku ishte varrosur kryqi i shenjtë dhe shumë më tepër. Çdo vend, çdo relikt, çdo gur i rrugës dukej se pulsonte me kuptim të shenjtë. Rruga e pelegrinazhit për në Jeruzalem u ndërprer nga konflikti midis turqve Selxhuk dhe arabëve Fatimid në fund të shekullit të 11. Kjo përfaqësonte një pengesë të rëndë dhe rreziqe shumë reale për pelegrinët që kërkonin të vizitonin tokën e shenjtë. Në vitin 1009, kalifi Fatimid al-Hakim urdhëroi shkatërimin e kishës së Varrit të Shenjtë, një akt që tronditi mbar krishtërimin. Instabiliteti politik në rajon i bënte udhëtimet jashtëzakonisht të vështira dhe rrëfimet për pelegrin të keqtrajtuar ose të vrarë mbërrinin në Evropë me një shpeshësi alarmante. Kjo situatë luajti një rol të rëndësishëm në thirrjen e kryqëzatës së parë në vitin 1095, kur Papa Urbani II u bëri thirrje të krishterëve të Evropës të çlironin vendet e shenjta nga sundimi musliman. Për disa pelegrinë që ja dilnin të bënin udhëtimin, vizita në Jeruzalem ishte një përvojë shpirtërore dërmuese. Një shembull i shuar është ai i Marjorie Kempit, vajza e një tregtari nga King's Lynn, që jetoi në kthesën e shekullit të 15. Ajo kishte bërë një jetë laike mjaft të zakonshme para se një përvojë shpirtërore ta frymëzonte në një rrugë më të devotshme.
Marjorie u bë mistike pasi mori vizione gjatë një periudhe vuajtjeje mendore që pasoi lindjen e fëmijës së saj të parë. Gjatë jetës së saj, ajo do të kishte 14 fëmijë, por devotshmëria e saj fetare nuk u paksua kurrë. Në vitin 1413, e frymëzuar për të bërë pelegrinazhin e madh nga Anglia në tokën e shenjtë, Marjorie u nis në një udhëtim që do ta çonte nëpër të gjithë Evropën deri në lindjen e mesme. Ndonse toka e shenjtë ishte në duart e muslimanëve në këtë kohë, pelegrinët e krishterë ende lejoheshin të vizitonin vendet e shenjta, duke paguar taksat e sundimtarët lokal. Marjorie udhëtoi fillimisht për në Venecia, ku kaloi 13 javë duke pritur transportin detar. Nga Venecia, ajo lundroi për në Jaffa dhe pastaj bëri rrugën me tokë deri në Jeruzalem, një pjesë të udhëtimit e hipur mbi një gomar. Kur Marjorie pa Jeruzalemin për herë të parë, ajo falenderoi Zotin me gjithë zemër duke i kërkuar mëshirë dhe që, ashtu si ai e kishte sjellë për të parë këtë qytet toksor të Jeruzalemit, ai t'i jepte hirin për të parë Jeruzalemin, qytetin e bekuar lart, qytetin e qiellit. Ajo pothuajse ra nga gomari ku ishte hipur, aq shumë ishte pushtuar nga gëzimi dhe ëmbëlsia që ndjente duke biseduar me Zotin. 2 pelegrinë gjerman e ndihmuan dhe e mbajtën fort. Njëri prej tyre ishte prift dhe i vendosi erza në gojë për ta ngushëlluar, duke besuar se ajo ishte e sëmurë. Kur Marjorie vizitoi kodrën e Golgotës, ajo ra në tokë, e pushtuar nga një vizion ekstazik i Krishtit të kryqëzuar. Emocioni i saj ishte aq intensiv, britmat dhe të qarat e saj aq shqetësuese, saqë shpesh shqetësonin pelegrinët e tjerë që udhëtonin me të. Në fakt, gjatë gjithë udhëtimit të saj, Marjorie shpesh braktisej dhe kritikohej nga shokët e saj të udhëtimit për shkak të sjelljes së saj emocionale ekstreme dhe këmbënguljes së saj për të folur vazhdimisht për Zotin. Ata refuzonin të hanin me të, i vidhnin paratë dhe talleshin me rrobat e saj. Megjithatë, ajo vazhdoi në devotshmërinë e saj. Aq e fuqishme ishte thirrja e pelegrinazhit sa mund të frymëzonte një vajzë të devotshme tregtari të udhëtonte përmes Evropës deri në lindjen e mesme. Udhëtimi do ta çonte larg shtëpisë dhe familjes së saj për gati 3 vjet. Pasi vizitoi Jeruzalemin, Marjorie u kthye në Itali duke vizituar Asizin dhe pastaj Romën, ku qëndroi për disa muaj. Si shumë pelegrinë të tjerë anglez mesjetar, ajo u akomodua në hospitalin e Shën Tomasit të Canterburyt në Rom, një hospic i themeluar në vitin 1362 posaçërisht për të pritur pelegrinët anglez. Para kësaj, pelegrinët shpesh vendoseshin në kushte të mjerueshme, ndonjëherë në vende të infektuara nga mingë. Jo të gjithë pelegrinët në tokën e shenjtë, sigurisht, udhëtonin në kushte aq modeste sa Marjorie. Në verën e vitit 1392, Henriku Bolingbroke, i cili më vonë do të bëhej mbreti Henriku i IV i Anglisë, udhëtoi për në Evropën lindore, duke shpresuar të bashkohej me urdhrin teutonik në kryqëzat kundër paganëve lituan. Megjithatë, kur mbërriti, zbuloi se paqja ishte rënë dakord dhe nuk kishte luftë për të luftuar. Duke mos dashur të humbte prestigjin për shkak të një udhëtimi të çuar dëm, Henriku vendosi të nisej në pelegrinazh në Varrin e Shenjtë në Jeruzalem. Pelegrinazhi i Henriku do të kërkonte deri në janar të vitit 1393 për t'u përfunduar. Në udhëtimin e tij, ai vizitoi oborret e Pragës, Hungarisë dhe Vienës para se të mbërrinte në Venecia për t'u pritur nga dosha. Nga Venecia, Henriku u nis me det për në tokën e shenjtë, duke mbërritur përfundimisht në Jeruzalem. Ai ishte antari i parë i familjes mbretërore angleze që shkeli në tokën e shenjtë që nga Eduardi i parë dhe i pari nga të gjithë që vizitoi vetë Varrin e Shenjtë. Henriku natyrisht udhëtonte me një shoqërim të gjerë dhe të armatosur mirë. Duke qenë një dinitar i rëndësishëm, ai kishte garancinë se do të pritej mirë dhe do të argëtohej nga fisnikëria e çdo toke ku kalonte. Përvoja e tij e pelegrinazhit ishte, pra, konsiderueshëm më e rehatshme dhe e lirë nga rreziqet se ajo e dikujt si Marjorie. Përveç vetë tokës së shenjtë, Roma u bë një atraksion themelor për pelegrinët. Qyteti i përjetshëm ishte domethënës kryesisht për shkak të relikteve të shumta të ndryshme të strehuara në kishat dhe shenjtëroret e tij. Numri i këtyre relikteve u rrit ndjeshëm ndërsa mesjeta përparonte. Çdo blerje e re, qoftë përmes donacionit, blerjes ose mjeteve më të dyshimta, rriste prestigjin dhe fuqinë tërheqëse të qytetit. Roma strehonte varret e apostujve Pjetër dhe Pal, zinxhiret që kishin lidhur Shën Pjetrin, fragmente të kryqit të vërtet dhe relikte të tjera të panumërta të shenjta. Numri i pelegrinëve që bënin udhëtimin për në Rom rritej jashtëzakonisht gjatë viteve të shenjta në kthesën e çdo shekulli.
Në këto raste, papët jepnin indulgjenca të veçanta për pelegrinët që vizitonin bazilikat e shenjta të Romës. Viti i parë i shenjtë zyrtar u shpall nga Papa Bonifaci IX në vitin 1300 dhe turma e pelegrinëve që vërshoi në Rom ishte aq e madhe sa qyteti mezi arriti t'i akomodonte. Vlerësimet sugjerojnë se më shumë se 2 milion pelegrinë vizituan Romën atë vit, një shifër e jashtëzakonshme për kohën. Kishat e Romës u pasuruan dhe fituan një reputacion në rritje për shfaqjen e tyre pompoze të pasurisë. Për disa nga pelegrinët e varfër, vendet të tilla duhet të kenë qenë pothuajse dërmuese. Literalisht, ata nuk kishin parë kurrë asgjë që t'i ngjante qoftë edhe nga larg më parë. Muret e mbuluara me flori, altarët e zbukuruar me xhevahire, afresket me ngjyra të gjalla, e gjithë kjo fliste për një madhështi që t'i kalonte çdo gjë që mund të imagjinonin. Roma mund të kishte pushuar së shërbyeri si kryeqytet laik i Evropës prej kohësh, por qyteti i përjetshëm mbeti si kryeqytet shpirtëror i Evropës gjatë gjithë mesjetës. Pothuajse po aq prestigjioze sa Roma ishte shenjtëroria e Shën Jakobit në Santiago de Compostela, në veriperëndim të Spanjës. Rreth shekullit të 11, fuqia myslimane në Spanjë ishte në rënje. Mbretëritë e krishterat të veriut të Gadishullit po përparonin gradualisht drejt jugut, duke ripushtuar territoret që ishin humbur shekuj më parë. Kjo e bënte pelegrinazhin në Santiago de Compostela një perspektivë më të lehtë dhe shumë më pak të rrezikshme se sa kishte qenë më parë, kur pelegrinët e krishterë duhej të kalonin ose të anashkalonin territoret e kontrolluara nga Maurët. Santiago, ose Shën Jakobi i Madh, u shfaq si shenjtori mbrojtës i Spanjës, pasi spanjollët shpesh kishin kërkuar ndihmën e këtij shenjtori në luftrat e tyre kundër fqinjëve mysliman. Rrëfimet mesjetare përshkruanin shfaqje të Shën Jakobit të hipur mbi një kal të bardhë, duke udhëhequr ushtritë e krishtera drejt fitores kundër Maurëve. E gjithë kjo kishte rritur jashtëzakonisht reputacionin e Shën Jakobit si shenjtor luftarak, një luftëtar qiellor që mbroante besimtarët. Ideja e Shën Jakobit si shenjtor ushtar nuk është menjëherë e dukshme. Shën Jakobi i vërtet kishte qenë, në fund të fundit, një peshkatar para se të bëhej apostull. Kjo mospërputhje u vu në dukje madje nga një peshkop grek vizitor i habitur, i cili për fat u qetësua pasi me sa duket mori një vizion nga vetë shenjtori. Shën Jakobi fitoi reputacionin e ndërmjetësuesit për ata që ishin fajtor madje edhe për mëkatet më të rënda. Mëkatar të tillë udhëzoheshin të bënin pelegrinazhin në shenjtëroren e tij, ndoshta si mjeti i vetëm përmes të cilit shpirtrat e tyre mund të shpëtoheshin. Rruga e Shën Jakobit, siç njihej rrjeti i rrugëve që çonin në qytet, u bë një nga rrugët më të rëndësishme të pelegrinazhit të mbar krishtërimit. Në vetë Francën kishte 4 rrugë kryesore drejt Spanjës, secila duke u nisur nga një qytet i ndryshëm dhe duke kaluar nëpër vende pelegrinazhi, domethënse gjatë rrugës. U bë traditë të silje mbrapsht një guask deti, guask e Shën Jakobit, si shenjë e këtij pelegrinazhi. Këto guaska shiteshin në tregun lokal dhe, me kalimin e kohës, derdheshin në plumb dhe shiteshin sistema që pelegrinët t'i mbanin në kapelet e tyre. Guaska e detit u lidh aq ngushtë me pelegrinazhin në Santiago sa që filloi të simbolizonte vetë pelegrinazhin në përgjithësi. Edhe sot, guaska mbetet si simbol i rrugës së Shën Jakobit, duke shënuar rrugën dhe duke identifikuar ata që e përshkojnë atë. Për ata që hezitonin të udhëtonin jashtë shtetit, destinacioni i pelegrinazhit anglez më prestigjioz ishte sigurisht Canterbury. Katedralja e Canterburyt dhe shenjtëroria e saj kushtuar kryepeshkopit të martirizuar Thomas Becket tërhiqnin një fluks të vazhdueshëm pelegrinësh. Thomas Becketi ishte vrarë në katedrale më 29 dhjetor të vitit 1170 nga 4 kalorës që besonin se po përmbushnin dëshirat e mbretit Henriku II. Mbreti kishte hyrë në konflikt me kryepeshkopin për të drejtat dhe privilegjet e kishës dhe në një moment frustrimi kishte thirrur fjalë që u interpretuan si një urdhër për të eliminuar prelati Kokfort. Vrasja e Becketit tronditi mbar krishtërimin. Këtu ishte një kryepeshkop i vrarë në altarin e katedrales së tij, me sa duket me urdhër të mbretit. Pothuajse menjëherë, mrekullitë filluan të raportoheshin në varrin e dëshmorit. Pelegrinët vërshuan në vend dhe brenda vetëm 2 viteve, në vitin 1173, Becketi u kanonizua nga Papa Aleksandri III. Në 10 vitet e para pas vdekjes së tij, më shumë se 700 mrekulli shërimi u regjistruan në varrin e tij, koleksioni më i madh i mrekullive të mesjetës. Vetë shenjtëroria ishte vërtet madhështore.
Në vitin 1220, mbetjet e Beketit u transferuan nga varri i tij origjinal në kript në një shenjtërore të re të ndërtuar posaçërisht në kapelën e Trinis, pas altarit kryesor. Kjo shenjtërore ishte e dekoruar me bollëk me pllaka ari dhe e qëndisur me gur të çmuar, duke përfshirë një rubin veçanërisht të madh që thuaj se ishte më i madhi ekzistues, i dhuruar nga mbreti i Francës në vitin 1179. Arkivoli i artë u vendos mbi një bazë mermeri roz me kamare lutjesh të ngritura në 3 shkallë. Një vend mbresëlënës vërtet për një pelegrin të varfër. Vizitorët mund të blinin enë të vogla të shenjta që përmbanin ujë të bekuar të përzier me një pikë të imët të gjakut të shenjtorit dëshmor. Këto enë të shenjta thuaj se kishin fuqi shëruese dobiprurse dhe pelegrinët i merrnin me vete në shtëpi si relikte të çmuara. Gjithashtu ishte e mundur të bliheshin stema prej kallai si kujtime që paraqitnin skena dhe imazhe të vdekjes së dëshmorit. Me 200.000 pelegrin vizitor në vit në kulmin e popularitetit të shenjtërores, të ardhurat për katedralen ishin të rëndësishme. Katedralja hapte dyert në orën 5 të mëngjesit në verë dhe në orën 6 në dimër për të pranuar pelegrinët dhe shumica vinin gjatë mëngjesit para drekës. Vendi i dytë i shenjtë më popullor në Angli ishte priorati i Walsingamit në Norfolk. Historia e Walsingamit daton në vitin 1061, kur një fisnike anglo-saksone e quajtur zonja Risheldis e Faversh thuhet se përjetoi një seri vjonesh të Virgjëreshës Mari. Në këto vizione, Maria i tregoi Risheldisit shtëpinë në Nazaret ku kishte jetuar familja e shenjtë dhe ku engjëlli Gabriel i kishte njoftuar asaj se do të ngjiste birin e Zotit. Maria e udhëzoi Risheldisin të ndërtonte një kopje të kësaj shtëpie të shenjtë në Walsingham në përkujtim të lajmërimit. Një kasole e vogël druri u ndërtua mbi bazën e këtij vizioni dhe shpejt u bë objekt devotshmërie. Rreth vitit 1153, një priorat i kanonikëve Agostinian u krijua pranë shtëpisë së shenjtë për të kujdesur për shenjtëroren dhe për të akomoduar numrin në rritje të pelegrinëve. Me kalimin e kohës, Walsinghami u rrit për të bërë një nga destinacionet e pelegrinazhit më domethënëse të mbar Evropës, i rivalizuar vetëm nga Jeruzalemi, Roma dhe Santiago de Compostela. Ishte e njohur si Nazareti i Anglisë, një vend ku besimtarët mund të përjetonin një lidhje të veçantë me Virgjëreshën Mari dhe familjen e shenjtë. Pelegrinët që vizitonin Walsinghamin kalonin nëpër një përvojë të gjatë rituale fetare. Së pari mbërrinin në një kishës të vogël rreth 1 milje e gjysmë larg, e njohur si Kapela e Pantoflës. Atje, pasi luteshin, hiqnin këpucët dhe e bënin pjesën tjetër të rrugës zbathur, në shenjë për ulësie dhe pendese. Kur mbërrinin në priorat, bënin një ofertë para se të puthnin kockën e gishtit të Shën Pietrit. Më pas, vizitonin kasollen e shenjtë të Nazaretit për më shumë lutje dhe meditim, ndoshta duke pirë nga një prej 2 puseve të shenjta që gjendeshin aty. Thuaj se pirja nga ujërat e shenjta kishte fuqinë për t'i dhënë pelegrinët atë që ai ose ajo dëshironte vërtet. Së fundi, pelegrinët vizitonin shenjtëroren e shenjtë të vetë Virgjëreshës Mari, ku bënin nderime për reliktin më të shenjtë të prioratit, qumështin e shenjtë të Virgjëreshës Mari. Të gjithë mbretërit e Anglisë nga Henriku i III deri te Henriku i VIII erdhën në Walsingham në pelegrinazh. Henriku i VIII vizitoi shenjtëroren në vitin 1511 dhe tregohet se eci miljen e fundit zbathur, duke treguar devotshmërinë e tij ndaj Virgjëreshës Mari. Është një ironi mizore që do të ishte ky mbret i njëjtë ai që do të urdhëronte shkatërimin e shenjtërores më pak se 3 dekada më vonë. Ashtu si në Canterbury, priorati i Walsinghamit gjeneronte të ardhurat të mëdha nga pelegrinët vizitor. Është e nevojshme të vërehet se shenjtëroret dhe kishat e afta për të tërhequr një numër domethënës pelegrinësh bëheshin shumë të pasura. Kjo pasuri shpesh shpenzohej në dekorime luksoze në formën e arit dhe xhevahireve për të zbukuruar këto vende. Dhe kjo natyrisht kishte efektin e bërjes së vendit të pelegrinazhit edhe më prestigjioz, mbresëlënës dhe, kështu, të tërhiqte edhe më shumë pelegrin. Ishte një cikël i virtytshëm i devotshmërisë dhe prosperitetit që përfitonte si kisha ashtu edhe komunitetet që jetonin përgjatë rrugëve të pelegrinazhit. Sigurisht që kjo botë kuptimi nënkuptuar nga shfaqje të tilla pompoze të pasurisë mund të interpretohej si shenjë e lakmisë dhe ndoshta madje edhe korrupsionit. Pak njerëz, megjithatë, e kritikuan ose madje e vunë në dyshim fenomenin gjatë pjesës më të madhe të mesjetës. Grumbullimi i pasurisë nga shenjtëroret shihej si provë e shenjtërisë së tyre, jo si dëshmi e avarisë. Xhevahiret dhe ari lartësonin shenjtorët të cilëve u dedikoheshin dhe, si rrjedhoi, lartësonin Zotin.
Kjo nuk do të thotë, megjithatë, se nuk kishte zëra mos pajtues. Guiberti, abati i Nogent Sulkusit, ankoi për faktin se disa murgj, të joshur nga dhuratat që pelegrinët shpesh sillnin me vete, lejonin që të ndodhnin mrekulli të rreme. Relikte të dyshimta prezantoheshin si autentike, histori mrekullish egzagjeroheshin ose shpikeshin, gjithçka në emër të tërheqjes së më shumë pelegrinëve dhe, si rrjedhoi, më shumë ofertave. Shën Bernardi i Clairvaux ishte edhe më skeptik dhe sulmonte atë që e shihte si botkuptim të pangopur përpara. Shumë kisha, pohonte ai, po shkëlqejnë nga ari ndërsa të varfrit janë të uritur dhe të zhveshur jashtë. Për Bernardin, devotshmëria e vërtet nuk qëndronte në shenjtërore të zbukuruara, por në përullësi, në bamirësi dhe në jetën e thjeshtë. Thirrjet e tij për reformë, ndonse të respektuara, patën pak ndikim të menjëhershëm në praktikat e vendosura. Në përgjithësi, kritikë të tillë ishin zëra të vetmuar. Nuk do të kishte një reagim kulturor serioz kundër këtyre shenjtëroreve deri në reformën e fillimit të epokës moderne. Për shekuj me radhë, sistemi i pelegrinazheve dhe relikteve lulëzoi praktikisht pa u vënë në dyshim, një pjesë integrale dhe e pranuar e jetës fetare mesjetare. Fenomeni i pelegrinazhit arriti kulmin e tij në terma të popularitetit kulturor midis shekujve 11 dhe 13. Gjatë mesjetës së vonë, pasi toka e shenjtë u humb ndaj Islamit me rënien e Akrës në vitin 1291, pelegrinazhet në lindjen e mesme u bën më të vështira. Kjo ishte veçanërisht e vërtetë gjatë kohërave të konfliktit dhe tensionit midis fuqive islame dhe të krishterëve evropian. Megjithatë, pelegrinë të vendosur vazhdonin të bënin udhëtimin dhe Marjorie Kempi është provë se edhe në shekullin e 15 pelegrinazhi në Jeruzalem mbetej i mundur, ndonse sfidues. Reforma protestante e shekullit të 16, megjithatë, do të sillte një ndryshim domethënës në qëndrimet kulturore. Protestantët e zellshëm denonconin kulturën e vjetër të shenjtorëve, dëshmorëve dhe venerimit të relikteve si bestytni idhujtare. Madje edhe katolikët filluan gjithnjë e më shumë të kërkonin të frenonin disa nga teprimet më ekstravagante të kulteve të vjetra të shenjtorëve. Vetë koncepti i indulgjencave, aq qendror për ekonominë shpirtërore mesjetare, u sulmua nga Martin Luteri si një korrupsion i ungjillit të vërtetë. Problemet që ishin fshehur në rrugicë për shekuj me radhë nuk mund të injoroheshin më. Nuk mund të ishte e drejtë, për shembull, që të kishte disa vende të shenjta të ndara që pretendonin se zotëronin kokën e Gjon Pagëzorit. Hagiografitë e shenjtorëve u rishikuan dhe u korrektuan për të redaktuar materialet me prejardhje të dyshimit. Reliktet me origjinë të diskutueshme filluan të bëheshin shënjestër e dyshimit në një formë që thjesht nuk kishte ndodhur në kohët mesjetare. Vetë autenticiteti që u kishte dhënë fuqi shenjtëroreve tani vijej në pikpyetje. Në Angli, reforma mori një formë veçanërisht shkatëruese. Në vitin 1538, mbreti Henriku VIII urdhëroi shkatërimin e shenjtërores së Thomas Beckettit në Canterbury. Pasuria e grumbulluar përgjatë shekujve u konfiskua nga kurora. Vetë Becketti u shpall tradhtar, emri i tij duhej të fshihej dhe reliktet e tij të shkatëroheshin. Shenjtëroria e Walsingamit pësoi të njëjtin fat në të njëjtin vit. Figura e Virgjëreshës Mari u dërgua në Londër dhe u dogj. 11 persona, duke përfshirë nën priorin Nicholas Milsham, u varën për rezistencë ndaj shtypjes. Pelegrinazhi, si fenomen kulturor, nuk u zhduk plotësisht. Por që nga ajo kohë do të ishte një çështje shumë më e rezervuar dhe e matur. Rrugët e Evropës së fillimit të epokës moderne nuk do të mbusheshin më nga turmat e panumërta që kishin habitur aq shumë Rodolf Glaberin në vitin 1030. Shenjtëroret e mëdha mesjetare, me arin dhe xhevahiret e tyre, reliktet e tyre mrekullibërse dhe turmat e tyre të pelegrinëve, i përkisnin një epoke që kishte mbërritur. Në fund. Megjithatë, trashëgimia e pelegrinazheve mesjetare vazhdon deri në ditët e sotme. Rrugët që pelegrinët përshkuan shekuj më parë ekzistojnë ende dhe shumë janë ruajtur dhe restauruar. Rruga e Shën Jakobit, në veçanti, ka përjetuar një rilindje të jashtëzakonshme në dekadat e fundit. Qindra mijëra njerëz ecin në shtigjet e saj çdo vit, disa për arsye fetare, të tjerë në kërkim të aventurës, reflektimit personal ose lidhjes me historinë. Në Walsingham, shenjtëroret anglikane dhe katolike u rithemeluan në shekullin e 20 dhe qyteti përsëri pret pelegrin nga e gjithë Britania e Madhe dhe bota. Katedralet dhe kishat që shërbyen si destinacione pelegrinazhi mbeten si monumente arkitekturore të jashtëzakonshme.
Canterbury, Chartres, Santiago de Compostela, Roma, secili prej këtyre qyteteve ruan thesare të artit dhe arkitekturës që u krijuan në pjesën më të madhe fal patronazhit të pelegrinëve. Vitrazhet, skulpturat, afresket, relikuaret prej ari dhe argjendi, e gjithë kjo u financua nga ofertat e miliona besimtarve përgjatë shekujve. Më shumë se monumentet fizike, megjithatë, ajo që mbetet është shpirti i pelegrinazhit. Ideja se një udhëtim mund të transformojë udhëtarin, se rruga në vetvete ka po aq vlerë sa destinacioni, se dalja nga shtëpia dhe përballja me të panjohurën mund të çojë në zbulime të thella për veten dhe për hyjnoren. Kjo ide të i kalon çdo fe të veçantë dhe vazhdon të rezonojë me njerëz të gjitha besimeve dhe të asnjë feje. Pelegrinët mesjetarë që ecën nëpër rrugë të pluhurosura, që fjetën në hospice dhe hambare, që u përballën me bandit dhe stuhit, që u lutën para relikteve të artë dhe pinë nga puset e shenjta. Këta burra dhe gra ishin pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetë ata. Ata merrnin pjesë në një lëvizje që modeloi kulturën, ekonominë, artin dhe shpirtëroren e një kontinenti të tërë për shekuj me radhë. Gjurmët e tyre mund të jenë zhdukur prej kohësh, por rruga që ata shkelën mbetet. Dhe kështu arrim në fund të këtij udhëtimi përmes botës së pelegrinazheve mesjetare në Evropë. Kemi përshkuar së bashku të njëjtat rrugë që miliona pelegrinë shkelën shekuj më parë, nga rrugët e ngarkuara që çonin në Rom dhe Santiago de Compostela, deri te shtigjet e shenjta të tokës së shenjtë dhe shenjtëroret e Anglisë. Njohëm motivimet që nxisnin këta udhëtar, rreziqet me të cilat përballeshin, mrekullitë që dëshmonin. Pam se si besimi lëvizte malet dhe se si devotshmëria transformonte peizazhe të tëra. Nëse ky rrëfim ka prekur zemrën tuaj dhe ka zgjuar kuriozitetin tuaj për të kaluarën, nëse keni ndjer diçka nga ajo tërheqje e njëjtë që shtyu miliona njerëz të linin shtëpitë e tyre në kërkim të së shenjtës, atëherë konsideroni të bëheni pjesë e këtij komuniteti të eksploruesve të historisë. Ashtu si pelegrinët mesjetar linin gjurmë në rrugët që përshkonin, ju mund të lini gjurmën tuaj këtu. Regjistrohuni në këtë kanal dhe bashkohuni me ne në këtë udhëtim të vazhdueshëm zbulimi. Lini komentum tuaj duke ndarë reflektimet tuaja, pyetjet tuaja, historitë tuaja të udhëtimeve dhe kërkimeve personale. Dhe nëse ky dokumentar ka ndriçuar rrugën tuaj në ndonjë mënyrë, pëlqejeni këtë video që të mund të vazhdojmë të sjellim rrëfime si kjo. Në fund të fundit, ashtu si pelegrinët mesjetar gjenin shoqëri dhe mbështetje të njëri tjetri përgjatë udhëtimeve të tyre, edhe ne ndërtojmë diçka së bashku, një komunitet njerëzish kurioz që kërkojnë të kuptojnë botën përmes historive të saj. Faleminderit që keni ecur me ne deri këtu. Shihemi në udhëtimin e ardhshëm.